Më tej do të diskutojmë me analistin Lulzim Veliu se i takon këtij procesi. Lulzim, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Lulzim, çfarë të bën përshtypje një pjesëmarrje 15.8% deri më tani, thuhet që ka një lloj trendi në Kosovë për të votuar në mesditë dhe drejt pasditës, shtohen disi shifrat, incidente nuk ka patur, çfarë do të përshtypje me pak fjalë? Po e para është gjë shumë pozitive që procesi është duke shkuar në mënyrë të rregullt dhe pa incidente, ndërsa sa i përket numrit deri tanishëm që kemi vetëm 15% dalje, për mendimin tim më duket që është një numër shumë i vogël dhe uroj që një gjë e tillë të ndryshojë në orët në vijim dhe gjatë pasditës në mënyrë që të kemi një numër pak më të madh të qytetarëve të cilët do të dalin dhe votojnë. Në njërin anë, në anën tjetër, nëse dojmë të shohim dhe të jemi realisht me atë se çfarë po ndodh në Kosovë, një gjë e tillë është edhe e pritur, duke pasur përballje qytetarët tani më janë lodhur me votime të njëpasnjëshme dhe pa rezultate, pasi që brenda 16 muajsh Kosova shkon për herë të tretë në zgjedhje parlamentare. Një gjë e tillë është e papranueshme, në një farë forme ishte e panevojshme, mirë po ja që ambicjet dhe dëshira e madhe për pushtet po e bën një gjë të tillë që edhe qytetarët të zhgënjehen, të jenë të zhgënjur dhe të mendojnë dy herë se a ja vlen që të shkojmë në kutitë e votimit. Megjithatë, unë mendoj se qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të jenë në numër sa më të madh që të drejtohen kutive të votimit dhe të mundohen e t'i denojnë eksponentët politik që mendojnë se kanë shfaqur, që kanë ndikuar në ngërçin politik, në problematikat që i kanë shkaktuar gjithë procesit që nga dhjetori i vitit 24 kur është përmbyllur mandati 4 vjeçar i qeverisë Kurti. Pra, megjithatë unë mendoj se përkundër këtij trendi kaq të ulët, mendoj se deri në orën 19 do të arrijmë deri te një 40% që në një farë forme do të ishte i pranueshëm për këto zgjedhje parlamentare. Lulzim, teknikisht nuk votohet për presidentin, por DDK ka bërë një lloj fushate dhe për Zojen Osmani, beson se ka kandidaturat projektuara dhe nga partitë e tjera, sepse realisht presidenti, çështja e presidentit po e çon Kosovën në kaq palëzgjedhje. Po, nëse flasim për kandidaturat të projektuara nga subjektet politike që i kanë mbajtur fshehur apo nuk i kanë treguar deri më tani kur dihet mirëfilli se pikërisht për emrin e presidentit Kosova po shkon në zgjedhje, turpi është mbi ta dhe qëndrohet gjithmonë, pasi që e patën mundësinë që pas votimit të qeverisë Kurti të gjejnë një kompromis dhe të zgjedhin një president që do të ishte i pranuar për të gjitha subjektet politike dhe pikërisht mos zgjedhja e atij presidenti na çon edhe në një palë zgjedhje të cilat shkaktojnë dëme të mëdha si në aspektin ekonomik ashtu edhe politik, se në imazhin e Kosovës është një vend që për 2 vite nuk po arrin të konsolidojë krijoj institucionet që në arenën ndërkombëtare një gjë e tillë nuk është pritur mirë dhe nuk shihet me syrin e mirë dhe ata të bëjnë lëra të tilla është shumë e papranueshme. Ndërsa sa i përket emrit të zonjës Osmani, ajo çfarë deklaruan ata gjatë fushatës nuk ishte diçka e re. Pikërisht thënia se Osmani presidente, Abdigjiku kryeministër, ishte diçka e vjedhur, ishte diçka e kopjuar që e kishte thënë para 5 vitesh, pra në vitin 2021, Albin Kurti së bashku me zonjën Osmani dhe kjo e tregon qartë
se me çfarë vizioni dhe me çfarë ideje vjen në zgjedhje ky subjekt politik. Pra nuk kanë asgjë të vetën, nuk kanë asnjë ide, nuk kanë asnjë vizion për të ardhmen dhe dalin me kopjet. Asnjëherë kopja nuk ka mundur të jetë më e mirë se origjinali. Dhe në këtë mënyrë e tregojnë pozicionin e tyre, çka unë jam mëse i bindur sot se as zoti Abdi Gjiku e as zonja Osmani nuk do t'i arrijnë ato pretendimet e tyre për të qenë presidente apo kryeministër, edhe lëvizja e saj politike, pra me futjen e saj në zgjedhje, në futjen e saj në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës e tregon mirëfillin dhe shumë qartë moralin e këtyre subjekteve politike, e tregon se çfarë parimesh kanë këta njerëz dhe për çfarë janë ata në politikë. Ndërkohë, Lulzim sa i takon edhe përgjegjësisë për zgjidhjen e Ngërçit, kujt beson se do t'ja rëndojnë peshën votuesit në Kosovë në raport me, po themi, përgjegjësinë? Po në fakt edhe kjo fushat, sikur ajo paraprake, ishte më tepër e orientuar dhe drejtuar pikërisht në këtë temë çfarë ju bëni pyetjen, se kush ishte fajtori që e çoi Kosovën në zgjedhje. Pra, u anashkaluan programet, u anashkaluan idetë, u anashkaluan investimet dhe gjithçka ishte e orientuar në këtë pikë se kush ishte fajtori. Pra, u munduan që në çdo formë t'i tregojnë popullit, të tregojnë qytetarëve, të tregojnë elektoratit se ata nuk ishin fajtor dhe ai që nuk është fajtor duhet marrë numër më të madh të votash se ai do t'i krijojë institucionet. Është shkuar aq larg sa edhe vetë kryeministri aktual zoti Kurti në intervistën e tij para mediave deklaroi shumë qartë se tha se unë nuk jam votuar nga qytetarët e Kosovës për investime kapitali, jam investuar për gjëra të tilla dhe në qoftë se ai nuk është votuar përveç probleme politike edhe për investime, atëherë nuk e di se për çfarë drejtësisht është votuar dhe për çfarë është aty. Pra, një nga temat kryesore që është marrë fushata është pikërisht fajësia se kush e çoi vendin në zgjedhje dhe unë mendoj se qytetarët duhet të jenë shumë të vetëdijshëm dhe të mos merren me këto thashë thëme, por duhet ta dinë një gjë se partia në pushtet, lëvizja vetëvendosje, kishte 51% dhe me 51% e kishte mundësinë për të qeverisur e qetë në një mandat të 4 vitësh dhe në këtë mënyrë është dashur që pozicionin e presidentit ose të tentohet të gjendet një emër konsensual që do pranohen nga subjektet të tjera ose do të ishte dashur t'ju takonte opozitorëve në mënyrë që qeverisja e vendit të mos ndalet dhe të vazhdonte punën. Mirë, po ja që dëshira e tyre e madhe për të pasur të gjitha pushtetet në dorë, e çon edhe një herë vendin në zgjedhje. Dhe në momentin kur pra po u kthejmë sërish te zgjedhja e presidentit, kur ishte ofruar afati i fundit, kishim vetëm edhe 2 ditë deri në momentin kur përfundonte gjithçka, dalin me propozim, edhe pse vetë ishin thirrur, bënin thirrje se do të bëjmë president konstitucional, dolën me propozim duke propozuar Glau Konjufcën nën kryetarin e partisë për president. Pra e gjithë lufta ishte zhvilluar për të pasur të 3 pushtetet në dorë, mirë po një gjë të tillë kësaj radhe opozita e Kosovës nuk ja lejoi e unë uroj që këto zgjedhje të jenë edhe zgjidhja e gjithë kësaj problematike. Dhe zgjidhjen e shoh vetëm në qoftë se arrihet të krijohet një koalicion në mes të forcave kryesore politike, pra lëvizjes vetëvendosje që me padyshim do të jetë forca kryesore, forca e parë edhe pas këtyre zgjedhjeve, mirë po jo me 50%, unë mendoj se nuk do të arrijë 50% dhe si e tillë nuk do të ketë mundësi të krijojë institucione dhe do ta shtyej atë që të arrijë një koalicion me Partinë Demokratike në mënyrë që të dyja së bashku në marrëveshjen e tyre politike për rrimin e qeverisë ta zgjedhin edhe presidentin e vendit.
Kërko lulëzim lidhur edhe me diasporën, sa e pranishme ka qenë në këto zgjedhje, përgjithsisht besohet që anon nga vetëvendosja vota e mërgjimtarëve. Po në qoftë se shohim statistikat e fundit duke filluar nga viti 2021, në tërësi mund të themi se vota diasporës ka qenë afërsisht në 70% për lëvizjeve, plus minus pra nga zgjedhja në zgjedhje, ka qenë dikun të 70% për lëvizje vetëvendosje dhe për kryeministrin Kurti. Kësaj radhe pra për këtë zgjedhje kemi pasur fushat të ngjeshur në diasporë edhe nga subjektet e tjera politike, të cilët janë munduar që të kthejnë atë elektoratin e vjetër që e kishin kohë më parë kur kanë vepruar si subjekte për vendet të ndryshme në Europë. Ka pasur takimet e tyre, ka pasur organizimet që i kanë bërë subjektet të ndryshme politike. Si rrjedhoj e gjithë kësaj kemi pasur edhe një numër rekord të regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Mirë po, ne nuk e dim se sa do të jetë numri i atyre që kanë shkuar për të votuar direkt në Kosovë. Pra, kësaj radhe kemi pasur regjistrim për 145.000, nga të cilët 132.000 kanë marrë të drejtën për të votuar, 26.000 nga ta kanë pasur të drejtën për të votuar direkt në për selite ambasada dhe konsulata, votim i cili është kryer ditën e djeshme, ndërsa pjesa tjetër e tyre i kanë dërguar votën e tyre me post drejt Komisionit Qendror Zgjedhor në Kosovë dhe pas gjithë procesit që do është duke zhvilluar sot në Kosovë, por edhe pas procesit e numërimit që do të bëhet në ditët në vazhdim, do të shohim se si ka qenë numri i atyre që kanë votuar nga diaspora. E qartë, falenderit Lulëzim për analizën, shumë kënaqësi të bisedonim. Faleminderit nga qeshtë ime. Mirë, do të ecim më tej, shkojmë reklama, kthehemi pas pak.